Mirë, jemi rikthyer jemi sërish në Kinotek në Sol me Egonin dhe Elvis Hoxha që është i ftuar ynë studiuesi filozofisë dhe përkthyes, po diskutonim për poezinë edhe për thellësinë që ajo ka, për gjuhën e bukur shqipe, që shpesh herë harrojmë këtë, edhe ndoshta është momenti t'u rikujtojmë. Pastaj se çfarë ndodh më pas, besoj është përgjegjësia e gjithë sistemit. Në fakt për të bërë lidhjen atë urën e kalimit midis kinemas për të cilën po flisnim dhe poezisë që ti nise ta shpjegoje, po them. Pyetja që unë do doja të bëja për të bërë këtë kalim është pse ne kemi skenare kaq të dobët. Flas në tërësi se mund të ketë edhe skenare të mirë, nuk e vën dyshim. Sepse nuk kemi letërsi, specifikisht poezi. Nuk e kemi lëvruar. Po, ne nisëm me kineman pra si arti shtatë që i mbledh gjithë artët dhe i shfryzon gjithë artët. Më së pari nuk ka lezetshmëri, nuk ka lexim, se nuk jemi të detyruar, një skenarist nuk është i detyruar ta shpiki skenarin, historinë, subjektin. Mund ta marrë diku, te romancieri pra të punash, ka prodhuar shkretë tregimtari dhe mund të ketë tregime shumë të mira. E dyta nuk përfitojmë thash nga pasuria e lokacionit. Për shembull, kur lexoj Deleuze-in, thash me Deleuze-in ose Deleuze-in se me që ato citolla, një qytet i cili do ishte një qytet i dhënë, si thua një lokacion i patretshëm, i papërfundueshëm, i pambarueshëm, i pakonsumueshëm, është Gjirokastra. Qytetet kanë veçori. Gjirokastra është tamam rizomatik. Është një qytet rizom, do të thotë nuk është Berati, nuk ka të njëjtin shënjues. Prap keni një ndërtim specifik dhe nuk i themi kot qyteti me 1000 dritare. 1000 dritare. Sepse panoramën e ka të tillë 1000 dritaret. Por rizomet ose rastësinë e degëzimeve nuk i ka si Gjirokastra. E në Gjirokastër ti mund ndërtosh skena ose plan sekuenca të njëjtit dramatitet me Venecin. Venecia është një qytet i tillë. Dhe ne nuk e kemi përdorur. Pse? Sepse duke mos shkuar tek skenar të pasur, të imët, me psikodrama të vogla, po që i thellojnë personazhet, kërkojnë aktrim, duke shkuar gjithmonë tek një lloj përdorimi nominalist i gjërave, nominalist e them në këtë kuadër, na duhet ham një vakt të pasur, edhe i kemi të gjitha sallatën, mishin, po gjithë janë me ingredientë të varfër dhe të varfra. Nominalisht ju keni të gjitha. Por janë të varfra në ingredientë. Varfria është radikale. Kur ajo pjata ato kur tallen shqiptarët thonë pjata franceze është pak gjë këtu, pa edhe pak. Është një punim intensiv i shijeve dhe ti e degustimi. E Gjirokastra për shembull do ishte një vend i tillë. Unë shoh Rubikun kur kaloj dhe janë futur në Rubik, posaçërisht nga Rubiku ka vërtet lokacione të shkëlqyera. Një qytet i vogël fare. Po duke qenë se më së pari ne nuk kemi të zhvilluar turizmin e brendshëm. Nuk kemi shijen e turizmit të brendshëm. Ne mund të shkojmë në Dubai, thash, po kullën ton, kullat e mëdha i kemi qef. Kullën ton ne nuk e kemi studiuar sepse ai që është edukuar në shkollën e kinemas ose më mirë ka bërë filma, më së pari nuk ka shkuar të lexojë arkitekturën vernikulare. Ka tekste mbi këtë. Çfarë do të thonë kullat e shqiptarëve? Çfarë do të thotë, thash, kudo që shkoni në përmet, do gjeni gjëra, po do gjeni sende sepse ju e keni gamën e shikimit. Pra syri edukohet. Syri edukohet që të zbuloj. Pra edukohet më së pari që të zbuloj. Dhe në këtë proces bërje, te ne kinemaja si arti shtatë në fakt është arti izoluar. Nuk ka lidhje me pasurinë e poemës, muzikë kemi pasur të mirë gjatë komunizmit. Muzika ka qenë shumë e mirë, filma sepse vetëm aty dogma nuk kontrollonte dot shumë. Se smerrte vetë shumë muzika, po ose ishte edhe më e vështirë, po. Hajde, kalonte diqysh. Por që ti jesh brenda artit shtatë, duhet kesh edukim fin me të gjitha pasuritë që të lejojnë gjashtë artet e tjera. Dhe
kjo është domethënë që ne shkojmë thash te kulla e madhe dhe nuk respektojmë kullën e vogël. Kulla e vogël është ajo që është tamam i krahasimi që po bëja me Zgarnies dhe Gratascielës. Opera Garnies mbaron. Graciela me ish shikim mbaron. Domethënë këto janë shënjues të dominimit. Po shënjues të dominimit janë pikërisht patetizmat e mëdhenj që anestezojnë totalisht, ta humbin anestetike, e dim, ta humb anestezis. Ndjeshmërinë e vret ndjeshmërinë e humb. Ta vret ndjesorin, prandaj një anestezi ti skupton ndërhyrjen kirurgjikale. Pikërisht. Këtu vdesin, kjo është e para. E dyta puna është edukimi. Për të ardhur tek poezia. Ne, për të ardhur te poezia, pastaj te poezia kemi një çik punë tjetër, sepse në gjatë gjithë kohës ekzistencës estetikës, qoftë në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme, thashë vetëdijshme është kur fillon që nga Kanti, sidomos me estetikën, me vendosjen e një estetike transcendentale, të estetikës subjektit, një aparat estetik të subjektit që na çon në njojë dhe në moral. Pra, duke qenë se ne jemi subjekte që kemi aestezis, dhe kjo aestezis operon në imagjinat, dhe kjo imagjinat hyn lojën e lirë të fakulteteve, hyn lojën e lirë me intelektin kur bëhet fjalë për të bukurën, hyn lojë me arsyen kur bëhet fjalë për sublimin, do thot, apo hyn lojë me interesat kur bëhet fjalë për të këndshmen. Do thot, këto lloj parametrimesh të ndjesorit njerëzor, të estezis njerëzor, do të fillojnë te estetika. Dhe kjo estetik çfarë ka si hall? Ka hallin të kuptoj çfarë relacion është ka me artin, mes artit dhe natyrës. Kjo kulturë që ndërtojmë në vallë, a është tradhtia e natyrës? A është mohimi i natyrës? A shkon në përshtat i shkon natyrës? A rikthehet te natyra? Këto janë pyetje kantiane, për shembull, këto pyetje u përsëritën si nga idealizmi, si nga klasicizmi, te klasicizmi s'kishin lindur, klasicizmi e kemi parasysh gjithë La Bruyère, de Molière, Racine dhe gjithë këta. Këta nuk hyn te ai variant. Te kjo hyn një idealizëm i cili fillon dhe programon romantizmin. Romantizëm që mbuloi pothuaj shekullin e 19. Gjithë shekullin e 19, po. Dhe gjithë raporti është kulturë, natyrë. A jemi qenjet natyrës, a jemi qenjet kulturës. E bukura artit vjen nga e bukura natyrës, ky genialitet, gjenia e Kantit. Ky sens komun estetik që kemi. Vjen prej natyrës? Vjen nga natyra, apo kultura na bën të ndërgjegjshëm që ta rigjejmë te natyra. Pra jemi ndërtuar ne si subjekte që të zbulojmë harmonitë dhe të bukurën e natyrës, është ndërtimi ynë i tillë, apo është thjesht një veshje kulturore që na bën ne në mënyrë klasore të ndërgjegjshëm për të bukur. Dhe këtu fillojnë pra dhe ndarje politike, estetiko-politik. Dhe kjo estetik politik, lidhje mes estetikës dhe politikës, ose madje edhe me një biopolitike, bën që të shpërthejnë rrymat e artit gjatë gjithë shekullit 20, sidomos në vitet 1880, 1930, rrymat pa para, me simbolizëm, suprematizëm, surrealizëm, dadaizëm. Të gjitha këto që them, ne nuk i kemi në edukim. Pra mirë kemi munguar në historinë e bërjes tyre. Që si jetonim atëherë. Po, si ishim shtet, kemi pas kritik të mirë. Kemi pas, si thuash, me Ernest Kolliqe, me shkruan e Dimitur Kuteli ka shkruajt ese kritike. Por kësaj hoqëm qafe në regjimin komunist, nuk i përmendëm hiç, por nuk patëm ne rivizitim, domethënë ne deshëm të ishim kulturë, po pa historikun e kulturës, ose të raportit kulturë-natyrë, ose të raportit estetik-politik. Kështu që edhe mos skuadrimin poem, se për me e hapa gjithë të muhabet, është një pyetje e madhe estetikës. A është arti, ose është teknika imanente që bën artet, a është si thua, dispozitivi poemik i njeriut? Është pyetja heideggeriane, a banon njeriu në poet? Pra, a banon njeriu natyrën në formë poeti? Pra, kur ndërton gjithçka, qoftë edhe shpellën e kthen në shtëpi, a është një akt poetik? Kjo është pyetje tamam si surrealizmi, kur bëjmë pyetjen kur është akti parë surrealist, kur shkruan Superviej, duke Superviej ka, thotë akti rrotës është surrealizëm, sepse e kthen drejt vizor rumbullakun drejt vizor. Pra, bëj një rumbullak që e kthejnë drejt vizor. Nga ana tjetër,
ne në gjuhën tonë, e them shpesh, që pëlqen të them, ne kemi urën, fjalën më të lashtë. Ura. Po shturtia, rënja urtisë. Dhe ka paradoksin e bukur brenda. I urti është edhe ai që bëhet urë. Po është edhe i urti në kuptimin bëhet urë për të mbajtur peshën e qiellit. Do thotë, është një përkthim i dheut përballë qiellit. Dhe ura në fundit çfarë është? Ta them pak në formë poetike. Është një shigjet dheu që ja hedh lëngut ujorit, elementi dytë, duke kaluar përmes qiellit. Dakor? I ka 3 elementet, po me drejtim që dielli. Pra, janë 4 elementet e ura. A është lëvizje surrealiste? Pra, aktet e surrealizmit, thot poeti, ose më mirë partizani që vendos poetikën në bazën e arteve, në të gjithë artet, ai do të thotë, do të çojë një shqiptar thotë, po në gjuhën time, unë nuk e kam thjesht si një akt surrealist të kulturës, e kam si një akt origjinor të gjuhës. Dhe këto janë gjetje, si thua, që japin njeriu dimensionin e pedagogjisë poetike mbi gjuhën. Pra nuk do ta flasim mirë gjuhën dhe raportin e saj me lirinë nëse ne nuk do kemi kulturën e poemës. Mund ta themi në këtë formë. Pra, çfarë thash unë, 4 fjalë. Thash gjuhën, lirinë, kulturën, poemën. A është raport romantik? Pra, me pak punë, ne vendosim një kohë të estetikës ose të edukimit njerëzor, të edukimit estetik njeriut, dhe pra Schillerit, në kohët tona. Dhe në atë moment jeta e njeriut, që them, është jetë që ripërsërit jetën e llojit njerëzor. Ne nisëm me ekranin, që është ngushtim i jetës njeriut, aq shumë sa ai ka të vështirë të fusi jetën e njeriut dhe kohën e njeriut në jetën e vet. Është problemi. Çështja është si ta edukosh njeriu që ai të jetë vërtet një filogjenez që përsërit një ontogjenez. Jo ta reduktosh. Përveç se